Faleminderit kryetar. Unë besoj që në konceptin edhe të majorancës, por edhe në konceptin ton, sot një ndër problemet më të mëdha për qytetarët shqiptar, krahas problemeve të tjera që dalin, është pikërisht korrupsioni. Dhe në fakt shqetësimi që ngriti zonja Zhupa është shqetësim i drejtë, nuk është arrestuar thjesht një zyrtare europiane dhe ne të mbyllim syt edhe veshët. Është arrestuar drejtoresha e Kolegjit Europian, që ju na keni tundur si shembull suksesi, megjithse ky kolegj ka rrëmbyer tokën e kampusit të Universitetit Publik Tiranës. A ka shqetësim më të madh qytetar se sa ky? Pastaj shqetësimi tjetër që vjen, sigurisht është drejtësia. Pse ja mbyllët mikrofonin zotit Shehaj? Sepse tha një fakt vërtet, kryeministri shqiptar është i vetmi kryeministër që hedh në gjyq sistemin e drejtësisë që e ka nxjerrë nga sqetulla e vet, me cilin krenohet ose krenohen, se tash normali jeni turr gjithë këtij sistemi drejtësisë. Dhe ky është shqetësimi bazik i qytetarëve shqiptar. Dhe shqetësimi i zotit Kapri, po, paqja fiskale, që është kundërshtuar si amnisti fiskale nga institucionet europiane dhe nga përfaqësitë diplomatike që prek në mënyrë domosdoshme xhepat e çdo shqiptari. Ky është shqetësim qytetar. Po, jemi jashtë procedure, po. E vërtet, unë jam jashtë procedure, por po e bashkoj me procedurën. Unë, për veten time, zoti kryetar, sikurse shumë deputet, nuk kemi mundësi të flasim sot. Sepse dhe 5 minuta, çfarë do them unë për 5 minuta, kur ka mira probleme. Jo, propozimi është bashkë me kolegët e mi që e kanë thënë të ndryshojë rregulloria, çdo deputet ketë në dispozicion 10 minuta, siç tha zoti Leskaj, që të flasë është dita më e rëndësishme dhe të paraqes këtu dhe problemin e qytetarëve, por të prezantohet dhe ai vetë para qytetarëve, se është një rol i tillë i madh. Dhe kjo gjë duhet bërë me urgjencë. Keni ndryshuar komisione, përbërje, për 2 minuta këtu me votat tuaja, dhe ju, megjithëse ne propozojmë vazhdimisht këtë gjë, ju bëni sikur kjo nuk ekziston. Pra, ta lëm teatrin, fill pas kësaj seance, ju e keni autoritetin, këta e kanë autoritetin dhe e kanë shqetësimin të ndryshojë rregulloria dhe këta të kenë mundësi, se vinë e dalin dhe nuk kanë mundësi asnjëri prej tyre dhe të flasin gjithë deputetët 10 minuta për problemet e zonës tyre. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Blushi. Zoti kryetar, për të qëndruar strikt procedurës, dua t'ju kujtoj nenin 47 të rregullores. Antarët e Këshillit të Ministrave kanë të drejtë dhe kur u kërkohet e kanë për detyrë të marrin pjesë në seancë plenare. Unë nuk besoj se ka seancë më të rëndësishme për qytetarët shqiptar se sa kjo seancë. Por qëllimi i kësaj seance nuk është që deputetët të flasin. Është llogaridhënia. Kush do jap llogari me që as zëvendës kryeministër nuk keni më përse u shem për rruga Qukës Çaploç. Kush do jap llogari ku përfunduan 260 milion euro? Kujt ja kërkojmë të llogari sot? Ministrit të Drejtësisë apo Ministrisë së Brendshme? Kujt i kërkojmë llogari përse shqiptarët nga veriu në jug janë përmbytur sërish edhe këtë vit? Dhe që fondi për emergjenca civile ishte i barabartë me bakshishin e tunelit të Llogaras. Kush do na jap këtë sqarim? Se ne dakord flasim, dakord ngrem shqetësimet, po çështja është që kush përgjigjet nga qeveria për të çështje. Unë e kuptoj që shumica e ministrave, duke filluar nga kryeministri, kanë fokusin si të vjedhin nga mëngjesi darkë, edhe sigurisht që janë duke vjedhur tani. Por qëllimi i kësaj seance, ju kujtoj, është llogaridhënia. Kush do jap llogari sot? Kush do jap llogari, kush ja fali tokën publike Federica Mogherinit? Ku ndërkohë qytetarët ende në dyerve të ministrive në kërkim të pronave tyre, dhe sigurisht të gjykatave, se ato janë probleme vete pëse. Po kush do jap sqarime sot? Kush ja fali tokën Federica Mogherinit? Kush do flas për të çështje? Do flisni ju kryetar? Do flas ministri i mjedisit, i drejtësisë apo Toni Gogu? Pra janë shumë çështje që do ketë shumë pyetje, por për cilat duhet të vi
Krye Hajduti t'i jap sqarim sot. Se është e vetja platformë ku mund t'jap sqarimin, se edhe konferencat Ju të req vëmendjen Po, për ju mund fjalorin të e më dëgjuan jo parlamentare në bazë të neni 40, ju lutem mbajeni shënim dhe shënoheni. mbajnë shënim, Të reqe i vëmendje të rishet vëmendje deputetit fjalor pse i i thot papërshtatshëm dhe jo Hajdut parlamentar. kryetarit të një qeverie që është certifikuar. Kjo është thjesht shkelje e kodit të sjelljes. Filloj me diskutimet, një sqarim para se të filloj me